Atifete Yahyaga nuk është emër shumë i njohur në opinionin publik, por në punën e saj në polici është shembull i ngritjes së shpejtë në karrierë. Mban gradën më të lartë ndër pjesëtarët femra të policisë në Europën Juglindore, General Major. Sipas formularit të deklarimit të pasurisë 2010, ajo jeton me qira, është nga rrethi i Gjakovës dhe burri i saj është mjek. Janë të rralla rastet si Atifete Yahyaga që kanë mundur të avancohen aq shpejt në karrierë. Me profesion juriste, ajo karrierën në polici e ka filluar si përkthyese, më pas police në departamentin e policisë kufitare. Po ashtu ajo ka kryer edhe detyrën e kryesueses së departamentit të trajnimit, si dhe ndihmës komisares për kufit, ndërkaq që aktualisht me gradën general major mban pozitën e zëvendës drejtorit të policisë së Kosovës. Pavarësisht një pozite të rëndësishme në polici, Yahyaga nuk shquhet për jetë të pasur e luksoze. Jeton me qira në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë. Në online enciclopedia-britannica.com, Yahyaga portretizohet si shembull i mirë i ngritjes së shpejtë në karrierë brenda një periudhe 10 vjeçare. Në fjalimin para gazetarëve, ambasadori Christopher Dell tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë punuar shumë vjet me Yahyagën dhe sa ajo ka fituar admirimin dhe respektin e çdo njërit me të cilin ka punuar, që nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton deri te qindra policë dhe polica amerikane, të cilët kanë qenë krenar që kanë shërbyer me të 10 vitet e fundit. Atifete Yahyaga ka kryer shumë trajnime ndër të cilat edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.